Përshëndetje të dashur miq. A i dini cila produkte lidhur me Shqipërinë mirëpriten më shumë në Kinë? Me këtë kurreshtje, vizitova 2 nga platformat më të mëdha të tregtisë elektronike në Kinë, Taobao dhe Pinduoduo. Kur futa hieroglifet kineze Arbania, që do thot Shqipëri, zbulova që pjesa dërmuese e artikujve të paraqitur aty janë libra. Ndërsa libri më i mirëpritur është Të Lirë i Lea Ypit. Në parathënien e versionit në gjuhën kineze të këtij libri, ajo shkruan: Nuk kam jetuar në Kinë. Megjithatë, gjatë çdo vizite në Kinë, nuk jam ndjerë e vetmuar. Përkundrazi, kam patur një ndjenjë të mrekullueshme për katësie. Në një mjedis të tillë, të largët gjeografikisht dhe gjuhësisht, kjo ndjenjë shumë e veçantë besoj se ka ardhur nga fakti që shumë kinezë e njohin atë dheun tim dhe gjithashtu ka ardhur nga ajo kulturë që më ka kultivuar. Ashtu siç është shprehur autorja, shumë kinezë e njohin Shqipërinë falë miqësisë tradicionale kino-shqiptare dhe prej një kulture të ngjashme midis dy vendeve. Në vitet 60 e 70 të shekullit të kaluar, kinezët e njohën Shqipërinë nëpërmjet filmave, ndërsa sot librave. Krahas librit të Lea Ypit, gjeta në internet edhe shumë të tjerë të përkëthyer nga gjuha shqipe, si Generali i ushtrisë së vdekur, Prilli i thyer, Nënë Shqipëri, tregime të moçme shqiptare, legjenda shqiptare e të tjera. Shumë prej këtyre librave kanë të njëjtën përkëthyes, profesorin Zheng Enbo. Mua më quajnë Zheng Enbo, me pseudonim shqiponë e Kuqe. Jam miku i përjetëshëm i popullit të vëllait shqiptar. Profesori Zheng është një përkëthyes i famshëm kinez dhe është dekoruar nga qeveria shqiptare me medaljen Naim Frashëri. Në të ardhshme, me sa ditët që mund të jetoj, të vazhdoj, të përpiqem me gjithë forcën të punoj, të përgathej, të studioj letërsinë për në tërë jetën time, deri në fund të jetës. Kjo është vullnet edhe ideali im. Mbaj mend se libri i parë shqiptar që kam lexuar në gjuhën kineze është Përsëri në këmbë, kur studioja në Universitetin e Gjuhëve të Huaja të Pekinit. Përkëthyesi i atij libri është pikërisht Zheng Enbo. Libri u botua në vitin 1990 si pjesë e serisë librave të letërsisë e Evropës lindore. Kanë kaluar mbi 30 vjet, profesori Zheng është ende aktiv në qarqet e përkëthimit. Shumë prej këtyre librave janë përkëthyer prej tij vitet të fundit, falë një projekti të shkëmbimeve kulturore midis Kinës dhe Shqipërisë. Në vitin 2015, Kina dhe Shqipëria nënshkruan marrëveshjen mbi projektin e bodimit të përkëthimeve të veprave klasike Kinë-Shqipëri. Gjatë 10 vjetëve, në kuadrin e këtij projekti janë boduar mbi 50 libra të përkëthyer prej gjuhës shqipe në atë kineze dhe Ana Sjellas. Zoti Petrit Ymeri është dëshmitar i këtij projekti. Ai e nënshkroi marrëveshjen në emër të shoqatës së botuesve shqiptar dhe ka nxitur bodimin e mbi 20 librave të përkëthyer prej gjuhës kineze. Pra kemi punuar me ritme shumë të mira pune dhe me cilësi. Kjo është e rëndësishme sepse këto që u zgjodhen ishin vepra cilësore. Ishin vepra letrare, po ishin edhe vepra historike, ishin edhe vepra filozofike dhe sociologjike nga gjitha fushat. Kishim dhe libra për fëmijë. Pra, të gjithë këto libra ne i përkthyem mirë, shumë mirë, me njerëz të zgjedhur, me profesionistë vërtet. Kemi bërë shumë aktivitete për këta libra. Për zgjedhjen e mirë të librave që u përkthyen nga kinesja, nga gjuha kineze në gjuhën shqipe dhe u dha lexuesit dhe u mbipritet nga lexuesi. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse kishte një boshllëk shumë e madh në bibliotekën shqiptare, themi,
për shumë vitesh që nuk botoheshin me libra kinez. Për kontributin e tij të shquar në botimin e librave me temë rreth Kinës dhe në shkëmbime të kulturore kino-shqiptare, Zoti Ymeri fitoi çmimin e kontributit të posaçëm për librat e Kinës. Ky është çmimi më i lartë kombëtar i qarqeve botuese të Kinës për të huajt. Gjatë 20 viteve janë nderuar 219 fitues nga mbi 60 vende. Në vitin 2017, sinologu dhe përkëthyesi shqiptar Ilyas Pahiu fitoi këtë çmim. Mund ta quaj kulmin e karrierës time, ky është çmimi më i lartë që jepet zyrtar nga qeveria kineze për sinologët. Atë vit që morën çmimin, bashkë me mua ishin 10 sinologë nga gjithë bota. Është nderimi më i madh që bëhet për sinologët, të cilët kontribuojnë në fushën e përkthimit dhe të promovimit të letërsisë dhe të librit dhe të kulturës kineze. Për mua ishte një ngjarje e shënuar, u bërë në mënyrë shumë solemne në sallën e madhe të popullit me organizimin ceremonial. Zoti Pahiu është përkëthyesi kryesor i librave kinez në shqipe vitet e fundit. Ai, së bashku me botuesit e shqiptar Pedrit Ymeri e Bujar Hudri dhe profesorët e përkëthyesit kinez Zheng Enbo, Ke Jing, Chen Fenghua e të tjerë, shërbejnë si një urë librash për shkëmbimet kinë-shqipëri. Cili nga librat kinez të përkëthyer në shqipe ju pëlqejnë më shumë? Ma thoni te komentet.